Ramazani në mes tjerash na sjell edhe një veçori e cila ka të bëj me afrimin e distancave. Është shumë interesant kur e analizojmë këtë veçori të këtij muaji të bekuar. Çfarë dëshiroj të them, Ramazani bën afrimin e distancave. Nëse kemi parasysh sa larg kemi qiellin, Ramazani nëpërmjet lutjeve që neve na kultivon frymëzimin e lutjes dhe statusin si agjerues që jemi, e kemi të atill që lutja e agjeruesit nuk kthehet prapa, atëherë këtë distancë të gjatë mes robit dhe qiellit, Ramazani e afron. Do thotë, vetë fakti se lutja e besimtarit është e pranuar, atëherë nuk përbën asnjë rëndësi të veçantë kjo distancë e largë mes robit dhe qiellit. Më lejoni të marr një shembull tjetër të afrimit të distancave që na ofron Ramazani. Po e zëm, gjatë Ramazanit ne e shohim, është realitet, se xhamia i kemi përplot me besimtarë dhe besimtare. Menjëherë, në ditën e parë pas Ramazanit, bie intensiteti dhe prezenca e besimtarëve dhe besimtarëve në xhamiat tona. Është interesante se edhe ata njerëz që jashtë Ramazanit qëndrojnë larg prej xhamive, distanca mes tyre dhe xhamis bëhet shumë e afërt. Do thotë, ata njerëz që për arsyet që ata mund t'i kenë, parimisht, nuk vinë në xhami, gjatë Ramazanit xhamit i kanë shumë afër. Nuk po flasim ne këtu për distancë fizike, por po flasim për atë distancën shpirtërore. Më lejoni të përmendi një çështje të tretë që Ramazani e bën afërsinë e distancave. Njerëzit gjatë tërë vitit jo çdo herë e ndjejnë në shpirtin e tyre humanizmin dhe jo çdo herë kanë ndjesinë dhe empatinë për tjetrin. Ramazani këtë distancë që është mes njerëzve e afron. Njerëzit gjatë Ramazanit bëhen shumë të ndjeshëm. Edhe ajo ndjenja e humanizmit dhe dëshira për ta shpërfaqur bujarinë e fisnikrinë, dëshira dhe dashuria e madhe për ta ushqyer me një iftar një agjerues, dëshira dhe dashuria e madhe për t'i ndihmuar një nevojtar dhe një skamnori, edhe këtë distancë të lartë e bën të afërt. Këto ishin vetëm një 3 elemente që janë ilustrime praktike që tregojnë se si Ramazani ndikon dhe e bën afrimin e distancave. Këtë duhet ta ruajmë dhe këtë që shkolla e Ramazanit, që shkollë hyjnore na ofron, duhet të bëjmë përpjekje ta kultivojmë edhe pas Ramazanit me lejen e Allahut.